Përshëndetje, po jemi këtu me parashikimin e datës 19 maj të 2025. Një ditë të mbar, javë të mbar ju uroj. Ka për të qenë e mbar sepse ndryshimet që kanë bëjnë mundësitë që na jepen tani në tutje, edhe pse javë që ka lodhje shumë, por do t'ja vlej lodhja, puna, bisedat, ndryshimet që do të kemi. Duket se pikërisht kjo ditë, që është një ditë shumë e rëndësishme, Jupiteri konfirmon një gjashtkëndësh, ku është një kënd që na ndihmon të zgjerojmë punën tonë, informacione të reja dhe të ndikimeve pozitive që kemi me personat që na rrethojnë. Përmirësojmë gjithashtu ndikimin e punës e të ekonomisë. Lajme shumë të mira që vinë në lidhje me disa dokumenta apo disa çështje që keni lënë pezo, mund bëni aplikime, sepse ka një ndikim shumë të madh dhe madje nëse ka të bëjnë me ligjin, është mundësia shumë e mirë dhe sidomos e gjithë dita por paraditja duket se është më pozitive dhe shumë madje ka të bëjnë me çështjet penale, ka të bëjnë me probleme që keni pasur në diasporë, njerëzit e juaj, të afërmit e juaj dhe do merrni një gëzim shumë të madh nga kjo javë. Dhe shikoni edhe vetë do më kujtoni. Ka diçka shumë madhe, që përfitojnë shumë, madje perfekte. Pozitivisht binjakët, peshorja, ujori të 10-3 ose ata që kanë ascendente. Të kuptojmë, kanë ascendente në këto planet, domethënë në këto shenja, planetet japin mundësinë. Nuk është çështje për shembull që themi për shembull sa mund të shkoj dashje me demin ose sa mund të shkoj shenjë të tilla, por nëse përputhen planetet, ndikimi i ascendentes dhe ngadonjëherë dhe planetet e juaja në planetet e të dashurit tuaj apo të dashurit tuaj tek dashura juaj, pra ka një ndikim shumë të madh dhe pikërisht për këto po flasim që ka të bëjë shumë kjo ditë dhe është një ditë shumë e rëndësishme. Dhe kjo ndodh pikërisht tani nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 17:30, shfrytëzojmë në maksimum këtë ditë, edhe pse është ditë e lodhshme, edhe pse ka shumë gjëra, por njëkohësisht është edhe një periudhë mjaft fantastike për të mbyllur problemet, çështjet që ve keni, një herë e mirë të shkuarën dhe të shikoni për të ardhmen, se e tashmja është e ardhmja po vjen dhe është mjaft pozitive. Për sa përket disa ndikimeve që kanë bënë ose disa takime që do keni juve tani e tutje, është dhe mundësia shumë e mirë dhe tepër pozitive, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet në lidhje me gjërat e juaja ekonomike financiare, me gjërat e juaja që ka të bëjnë me një pronë, me probleme, do zgjidhet, e kështu me radhë.